Ta komentojmë pak reagimin e Stenaldos ndaj Brikenës. Dëgjojeni pak. Tani, pa shumë nga çështja. Për ty do të jetë hera e fundit që merr përsipër të ndërhysh dhe të përgjigjesh për gjëra që nuk takojnë në raport me mua. Sepse të krahasojmë mendet e të dy, ti je aty ku thret Qameti. Nuk duhet ta çosh më nëpërmend. E kupton? Tani unë do t'ja plotsoj qefin dhe kërkesën Stenaldos, i cili thoshte që duat më trajtoj njësoj, të më gjykoj njësoj, edhe unë njësoj barabar me tjerë do ta gjykoj, se sot është për të gjykuar për këtë që ka thënë, ka bërë një gabim amator për mendimin tim, edhe njerëzor, sepse ai ka shumë të drejtë, ti thot gjithë secilit për aty në mos më ndihmoni, unë dua të eci vetë me këmbët e mia, me durët e mia, me mendjen time në këtë lojë. Ka gjithë të drejtë t'ia thot dhe Brikenës këtë, por me Brikenën duhet kishte pak kujdes, duhet gjende një mënyrë tjetër për t'ia thënë, dhe jo t'i thush që truri jot është ku thret Qameti. Sepse është ai truri i Brikenës, që për mendimin tim ishte krejt i sinqert në ndihmën që i ka dhënë Stenaldo, është ai truri që ja ka thënë asaj që shiko, duhet ta ndihmosh të njeri për ato që ka nevojë. Dhe ka qenë një ndihmë e pastër, e sinqert dhe pa interes, pa lojë, jo lojë. Ndërkohë, Stenaldo i kthehet me një batut ofenduese, poshtruese, injoruese dhe mbi të gjitha mos mirënjohëse. Këta janë nuanca karakteri që dalin her pas here dhe në Big Brother dalin këto. Sa do të ruhesh, sa do të kamuflohesh, do të dalësh. Nëse je mirënjohës, je mirënjohës. Nëse je mos mirënjohës, do dalësh mos mirënjohës. Unë mendoj se Stenaldo ka bërë një gabim në këtë moment. Është pik minus për atë, sidomos në sjelljen me Brikenën. Pra, mund të ishte treguar pak më gentil dhe pak më i kujdesshëm, dhe jo kaq brutal, duke i vënë diskutim dhe nivelin e trurit. Ndërkohë, ajo është një vajzë e cila është treguar tepër e sinqertë dhe e dashur me të. Gabim.